Horoskopi ditor e Mërkur, 15 korrik, 2026. Ditë mjaft e favorshme që çiftet të bëjnë projekte mbi të ardhmen së bashku. Do i sqaroni dhe keqkuptimet që keni patur dhe do të dini të falni. Dashuria do të jetë e favorizuar edhe për beqarët. Më në fund, do të njiheni me dikë që ja vlen për të krijuar një lidhje. Mos e lini t'ju ik nga duart. Financa do të jenë të mira dhe do të mund të bëni shpenzime të dëshiruara. Nuk do të keni asnjë problem. Demi. Perspektivat janë të mira gjatë kësaj dite për jetën në çift. Do të keni më shumë besim tek njëri tjetri dhe do të bashkëpunoni për gjithçka. Beqarët më në fund do të shkëpusin çdo lidhje me të kaluarën dhe do t'ju japin mundësi personave të tjerë për t'i njohur. Kjo është më e mira që mund të bëni. Kujdes me operacionet e mëdha financiare sepse mund t'ju çojnë në katastrofë. Binjakët. Duke qenë se yjet do të ndikojnë së tepërmi në jetën e çifteve, pritet që dita të jetë mbushur me gëzim dhe sensualitet. Ju ngelet vetëm ta shfrytëzoni sa më shumë këtë ditë. Planetët do të jenë në anën e beqarëve. Ata do të krijojnë mundësi për takime, por jeni ju që duhet të hapni portat e zemrës. Jo vetëm që nuk do të keni tronditje me financat, por do të keni goxha përmirësime. Gaforia. Dashuria e çifteve do të jetë e mbrojtur gjatë gjithë kohës. Edhe pse mund të debatoni për një temë të caktuar, kjo nuk do të thotë se do t'i mbani mëri njëri tjetrit. Do jenë thjesht disa gjëra kalimtare. Beqarët do të takojnë një njeri interesant në momentin që më pak e presin. Financat do të jenë të stabilizuara sot, por nëse nuk tregojeni pak më të kursyer me shpenzimet, ato mund të rriten. Luani. Yjet do të jenë në anën tuaj gjatë gjithë kësaj dite. Nëse jeni në një lidhje, kjo e fundit do të bëhet edhe më dinamike dhe më harmonike. Shfrytëzojeni sa të mundeni sepse emocionet që do të përjetoni do të jenë vërtet të mëdha. Beqarët duhet të mos kërkojnë me ngulm të bëhen çift sepse mund të gabojnë. Bëhuni të duruar. Në planin financiar do të mbizotrojë ekuilibri. Yjet do t'ju bëjnë edhe më të matur me shpenzimet. Vizhresha. Gjatë kësaj dite do të keni mundësi të vini në provë dashurinë e partnerit tuaj. Ai do të kujdeset mjaft për ju dhe do t'ju bëjë të ndiheni mjaft mirë. Beqarët nga ana tjetër do të kenë flirte, por nuk do të mund të gjejnë dot personin e ëndrave. Gjithsesi, përfitoni nga mundësitë që do t'ju jepen sepse do të ndiheni mirë. Yjet do t'ju sjellin shumë fat me financat. Pritet të ketë përmirësime të ndjeshme. Peshorja. Mundohuni të surprizoni partnerin tuaj gjatë kësaj dite, duke kënaqur atë dhe kënaqni edhe veten tuaj. Planetët do t'ju krijojnë kushtet e duhura. Beqarët është më mirë mos të tentojnë të krijojnë një lidhje sepse do të lëndohen dhe do të zhgënjehen. Prisni edhe pak. Ambienti në sektorin financiar do të jetë mjaft konfuz. Vendosni sa më parë disa rregulla dhe bëni çdo shpenzim me shumë maturi. Akrepi. Jeta në çift nuk do të shkojë ashtu si ju e kishit të ndëruar. Do të keni goxha konflikte dhe debate të cilat do t'ju mërzisin jashtë mase. Beqarët do të jenë të përkëdhelurit e yjeve. Jo vetëm që do të kenë takime interesante, por do të mund të njihen dhe me personin që kanë ndëruar prej kohësh. Merruni më shumë me menaxhimin e financave. Nëse merrni masa që tani, do të mund të arrini të stabilizoni situatën. Shigjetari. Lidhja që keni krijuar do të përforcohet më tepër sot. Nuk do të përqendroheni më tek defektet e vogla të partnerit, por do e shihni atë në tërësi. Do të flisni qetësisht për gjithçka. Beqarët, edhe pse do të kenë takime, duhet t'i mbajnë këmbët në tokë dhe të mos fluturojnë. Mos u bazoni vetëm tek pamja e jashtme. Merrni guximin dhe përballuni me problemet financiare. Do t'ja dilni. Bricjapi. Kjo ditë do të jetë një nga më premtuesit e vitit, për sa i përket jetës sentimentale të çifteve. Do të ndiheni më të sigurt për atë që doni dhe do të përjetoni kënaqësi të reja. Ka mundësi që së bashku me partnerin tuaj të merrni dhe një vendim që do t'ju ndryshojë të ardhmen. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme. Me financat mund të keni probleme të vogla, por që do të ndikojnë tek ekuilibri. Duhet të tregoheni të kujdesshëm. Ujori.
Jeta në çift nuk do të ketë ndryshime të mëdha gjatë kësaj dite. Mundohuni vetëm mos të debatoni për gjëra të kota me atë që keni në krah, sepse do të lëndoni më shumë veten tuaj. Beqarët do të kenë fat. Jo vetëm që do të kenë takime, por disa do të mund të krijojnë dhe lidhja fatgjata. Në planin financiar nuk do të ndikoj asnjë planet. Gjithçka do të jetë në dorën tuaj, kështu që bëni kujdes. Peshqit. Sot do t'i dëgjoni me shumë kujdes ato që do t'ju thot partneri dhe do t'ja plotësoni qefet. Do e shihni që edhe vetë do të ndiheni më mirë. Beqarët do të kenë vetëm takime pa të ardhme, kështu që mos krijoni asnjë lidhje që mund t'ju lëndojë më vonë. Yjet do t'ju ndihmojnë dhe do t'ju mbrojnë së tepërmi tek financat. Nëse shpenzoni me kursim, gjëra do t'ju shkojnë më së miri. Ju mund t'ja dilni edhe me pak.